Mirë, do ndalemi dhe do flasim gjërësisht në fakt në lidhje me raportin e fundit sa i takon rritjes së ekonomisë për gjatë vitit të kaluar, e qëndrueshme ka qëndruar në nivelin rreth 4%, duke u mbështetur kryesisht tek sektori i ndërtimit dhe pasurive të paluajtshme, tek turizmi, po jo të gjithë sektorët kanë performuar në fakt me të njëjtin ritëm. Kemi bujësi nga ana tjetër që duket se ka parë një ritëm më të ngadalt vitin që lam pas. Ndërkohë, kemi edhe një vendim Bankës së Shqipërisë për të mbajtur të pandryshuar normën bazë të interesit, pra duke mos lehtësuar kushtet e kredisë për bizneset dhe individët, duke nënvizuar se tarifat tregtare të vendosura nga Donald Trump, por dhe vendet duke u kundërpërgjigjur, mund të afektojnë ndoshta jo një masë të madhe siç janë të ekspozuara ekonomitë që preken drejt për drejt, por mund të jenë një sinjal dhe një perceptim rreziku. Për të folur për të gjitha këto çështje, sa është ndjerë rritja ekonomike tek qytetarët, tek bizneset, dhe cilët janë pritshmëritë për ekonominë përgjatë këtij viti, ndërkohë jemi pak ditë para se të nisë edhe fushata, po themi, zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, dhe partitë politike kanë filluar të shpalosin edhe gradualisht edhe programet e tyre ekonomike. I diskutoj këto çështje me zonjën Teuta Nuna, eksperte për ekonominë. Mirë se erdhët në Money Report. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta. Faleminderit. 4% rritja ekonomike për gjatë vitit të kaluar, duke marrë në konsiderat dhe gjithë faktorët, inflacionin e lartë, luatit e çmimeve apo dhe faktorët të tjerë, jemi të kënaqur me këtë rritje? Ishte brenda pritshmërive? Si e shikoni ju? Do themi që jemi të kënaqur dhe nuk jemi të kënaqur. Pra gjithmonë në analizat tona ne kemi theksuar që çdo zhvillim ekonomik jep dy efekte. Te efekti pozitiv në këtë rast është që ekonomia shqiptare ka krijuar një qëndrueshmëri, gjë që shprehet edhe nga vlerësimi pozitiv i fundit nga Standard & Poor's, dhe tjetër në këtë rast të rriturit në mënyrë të qëndrueshme do thotë një stabilitet në nivel në aspekte makro. Pra në nivel makro kjo ekonomi është qëndrueshme, është stabil dhe kjo jep një perspektivë edhe më të sigurt ekonomike. Nëse ne do flasim në nivel mikro, kjo do thotë që nuk është një lajm i mirë nëse ne vijojmë ende të jemi në këto nivele rritje të ekonomisë, sepse këto nivelet nuk përkthehen në një mirëqenie për qytetarët. Pra për ta thënë më thjesht duhet të jetë gati mbi 5% për të ndjerë më qëndësisht, po themi, edhe në xhepat e qytetarëve. Ndoshta edhe diçka më shumë. Pra, në këtë rast do thotë që një ekonomi e cila duhet të sjellë dhe të ardhur më të larta ekonomike në familje. Ndoshta edhe 7% edhe 8% më shumë, që kjo 8% në total rritje në këtë rast, dhe kjo në këtë rast mund të reflektohet në një mirëqenie. Ndaj themi që këto rritje të qëndrueshme janë lajm i mirë në aspektin makro, sepse tregojnë një ekonomi stabil, por nuk janë lajm i mirë në aspekt mikro, sepse nuk kemi më shumë të ardhura ose një rritje të ardhurave për familjet ose për qytetarët shqiptar. Për të mbetur tek kjo që sapo thatë ju në fund, në fakt nëse i referohemi statistikave të Instat, sipas degëve, sigurisht kontributin kryesor ka dhënë turizmi, që ka parë rekord historik për gjatë vitit të kaluar në shifra turistësh, por dhe të ardhuara të gjeneruara prej tyre. Ndërtimi vjen të ketë një peshë të rëndësishme, po ashtu edhe reforma që u ndërmor te pagat. Këto tre sektor duket se kanë dhënë kontributin më të madh në zgjerimin e ekonomisë. Mbetemi tek këto sektorë tradicional, po themi? Sektori i ndërtimit në tranzicion është një sektor tradicional, është një sektor i cili ka një ndikim të vazhdueshëm në ekonominë shqiptare, por nga ana tjetër sektori i ndërtimit po ka edhe një lloj problematike sepse ka rritur volumin e importeve për lëndët e para, siç mund të marrim rastin e çementos. Dhe kjo do thotë që janë para të cilat fitohen në tregun shqiptar, por nga ana tjetër janë para të cilat jepen në këtë rast kundrejt një produkti importi, pra dalin edhe nga tregu shqiptar. Dhe kjo në këtë rast nuk përbën një lajm mirë. Tek pjesa e turizmit, duke qenë se është një sektor i cili ka pasur një mbështetje shumë të vazhdueshme nga ana e qeverisë dhe politikat e saj publike kanë qenë pikërisht për të arritur edhe më tej sektori, që ka çuar në rritje të investimeve publike që i shërbejnë edhe më tej për sektor, ka një rritje. Dhe efektet janë të ndjeshme, por efektet nuk janë ende të plota, sepse ne në këtë rast kemi një nivel të lartë për sa i përket informalitetit në këtë sektor. Dhe kjo në këtë rast e dëmton ekonominë në nivel makro. Kryeministri Rama me operatorët propozoi edhe që të paguajë 65% e kapacitetit të shtretërve para, duke
konsideruar sikur operatorët bëjnë hile në fakt për të mos patur të dhëna më të sakta në lidhje me prurjet e turisteve, por dhe në të qëndrimit e tyre, duket se është e vendosur qeveria të shkojë më tej me reformimin edhe me shtysën e sektorit të turizmit me këto masa. Po, normalisht një zvoglim i informalitetit nuk është se i bën mirë vetëm të ardhurave publike që do thotë do rriten, por i bën mirë edhe vetë sektorit, sepse kjo do thotë që vendos sektori në kushte të barabarta zhvillimi. Dhe prezumohem dy njësi akomoduese, njëra që i paguan tatime, taksat, kontribute të gjitha të rregullta, dhe nëse bonohet një ditë e paguan gjobën, dhe nga ana tjetër kemi po njësi akomoduese që është në të njëjtat kushte por që nuk paguan asnjë taks. Automatikisht kemi shumë diskriminim dhe një tjetërsim të tregut. Ndaj në këtë rast një formalizim i ndihmon në këtë rast edhe vetë pala, sepse fitojnë në këtë rast edhe biznesi, fitojnë edhe qytetarët, pasi qytetarët duke qenë të punësuar, atëherë ata në këtë rast do deklarojnë në pagat e plota, do të paguan kontribute për sigurime shoqërore, do të njihet ajo vjetërsi pune edhe si vit kontributiv, që në këtë rast nesër aty do të shërbej për pjesën e pensionit. Por ajo çka në këtë rast themelohet edhe te pjesa e rritjes së pagat administratës, absolutisht që neve në këtë rast e kemi thënë edhe në analizat në studion tuaj që kjo do japë një ndikim edhe te konsumi siç realisht po ndodh, dhe nuk sjell një ndikim në këtë rast të inflacionit, sepse janë para të cilat u kanë munguar qytetarëve në buxhetet e tyre familjare dhe me rritjen e tyre do thotë ata rrisin pjesën e konsumit. Dhe nëse do flasim për dy sektorë të tjerë në këtë rast, si UCK-t që nuk kanë ose që nuk kanë ndikim të ritmi i tyre ka qenë më i ngadalt, po themi, se sektorët e tjerë. Po, siç është bujësia në këtë rast dhe industria, kjo do thotë në këtë rast janë dy sektorë që do kenë nevojë në vazhdimsi edhe për më shumë mbështetje nga aspekti i politikave publike, por edhe i zhvillimit të sektorit në tërësi, pra biznesit i mbështesi edhe më tepër këto dy sektorë. Për bujqësinë duket se kemi tashmë një sër masash që po ndërmerren për ta shtyrë sektorin më tej. Një ditë më parë Banka e Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit, megjithatë inflacioni ka qëndruar në nivele të ulta poshtë objektivit, po tregohet më kujdesshme se ç'duhet Banka e Shqipërisë? Unë shikoj që nuk ka një kujdes më tepër, por ka një lexim shumë të mirë të situatës ekonomike. Dhe një situatë ekonomike e cila nuk ka ndryshuar, atëherë nuk sjell nevojë në këtë rast të ndryshojnë edhe parametrat e tjerë. Ndaj në këtë rast gjykoj që banka ka marrë një vendim për të ruajtur të njëjtën nivel të normave të interesit, të kredi, të depozita e gjithçka tjetër, si pasojë e kësaj qëndrueshmërie ekonomike, dhe një nga ana tjetër edhe si pasojë e një qëndrueshmërie edhe përsa i përket normës së inflacionit. Kështu që në këtë kundërshtim analize themi që nuk ka pas ndryshime në tregues që të çojnë në një kërkesë të ndryshme për përcjell një ndryshim edhe të mëtejshme të normës. Megjithatë, zonja Nunaj, deri një vit më parë ishte agresioni rus në Ukrainë që mbante bankat qendrore, po themi, vigjilente. Tashmë duket se shtuar një faktor risku, ai tarifave tregtare. Trump kërcënon thuajse çdo ditë shtetet me tarifa, e fundit ishte ajo për automjetet 25%, pra ato që nuk prodhohen në Amerikë. Sa shqetësues është kjo dhe për ekonominë, sepse duket si Banka e Shqipërisë ka vendosur te risqet? Është një shqetësim që unë do të quaj një shqetësim indirekt, pasi ne në këtë rast të volumi tregtar i Shqipërisë me Amerikën në volumin e tregtisë, pra import-eksport të dyra vendeve, është shumë i vogël dhe shumë i papërfillshëm në atë volum të madh tregtar që kanë Shtetet e Bashkuara. Dhe njëkohësisht ajo çka neve eksportojmë si produkte, në sasi është shumë e vogël sa produktet e tjera. Që unë gjykoj që në këtë rast neve përcjellim për shembull bimë medicinale që unë nuk gjykoj se ato do hyjnë në listën e taksimeve. Morën shëmbull rastin e një produkti. Dhe në rastin konkret, neve kemi të bëjmë me efekte të cilat mund të jenë të tërthorta, pra jo efekti drejt për drejt në ekonominë shqiptare, që nuk kuptohet qeveria amerikane nuk vendos tarif kundrejt produkteve për produktet shqiptare. Specifike për Shqipërinë, por ai në këtë rast merr në konsiderat tregje të mëdha, të cilat kanë dhe volume më të madh tregtar me Shtetet e Bashkuara, siç mund të jetë për shembull është volumi tregtar mes Bashkimit Evropian edhe Shtetet e Bashkuara, volumi tregtar me Kinën, volumi tregtar me Kanadën dhe Meksikën. Pra, Kanada, Shtetet e Bashkuara, Meksik ishin ato që krijuan ato që ishte marrëveshja NAFTA, që ishte marrëveshja e vendeve të Amerikës Veriore,
për të ulur tarifat në mënyrë që të jepin frymëmarrje dhe zhvillimit të ekonomisë. Por kjo i solli dhe efekte në ekonominë amerikane, sepse shumë kompani amerikane zhvendosën realizimin e produktit të tyre nga vendi origjinës nga Amerika, zhvendosën në Meksik për shkak të kosteve më të ulta të burimeve njerëzore, por dhe lëndëve të para. Dhe qeveria në këtë rast amerikane synon në këtë rast, duke qenë se ka një disnivel në volumin tregtar dhe njëkohësisht në bilancin tregtar, atëherë synon për ta përmirësuar bilancin tregtar të saj. Dhe në këtë rast synohet që ketë një përfitueshmëri në aspektin e ekonomisë amerikane. Por gjithmonë në këtë rast çdo politikë që ndërmerret, siç ishte politika e 30 viteve më parë me uljen e tarifave doganore ose zero tarifë doganore që çoi edhe në rritjen dhe zhvillimin e mëtejshëm të globalizmit, duke realizuar zhvendosje të mëdha të kompanive për realizimin e produkteve të tyre nga vendet e zhvilluar në vendet në zhvillim ose në vendet e varfëra për të ulur kostot e produktit, dhe sërish të produkte ata e sillnin në vendin e tyre të origjinës dhe fitimi i këtyre kompanive ishte zakonisht shumë i madh. Kjo në këtë rast solli vështirësi për ekonomitë e vendeve të origjinës, sepse mungonin të ardhurat nga tatimet të taksat e këtyre kompanive, mungonin vendet e punës, pra do thotë kemi mbyllje të vendeve të punës dhe qeveria amerikane tashmë synon pikërisht të kundërtën asaj çka ka ndodhur përgjatë globalizmit, pra rikthimin e kompanive amerikane për të realizuar produktin e tyre në Shtetet e Bashkuara, që do thotë ketë mundësi për vende më të mëdha për hapjen e vendeve të reja të punës, për një numër më të madh dhe nga ana tjetër ketë ardhurat publike pikërisht nga taksimi i këtyre në më të mëdha. Po duket se këto masa do të kenë efekt të dyanshëm, kështu që në vijim do të kemi mundësi që t'i ndjekim në fakt, edhe pse në tregje jepet her pas here që reagojnë më shpejt ndaj të gjithë këtyre ndryshimeve. Zonja Nuna, ju falenderoj shumë që ishit sot në Money Report. Faleminderit juve për testën dhe një ditë të mbar në vijim. Faleminderit.